lima, mos nxitohet. Sa i përket qeverishesh, unë nuk udhëheqi me qeverinë e eshër, po kushdo që e krijon qeverinë ka nevojë për votat ti. Le të negocion me atë që krijon qeverinë, në këtë rast me Bedrina ose me këndo që bim dakord, edhe ta ndihmojmë ndryshimin, po nuk mujmë pa ja thonë vërtetën njëri tjetrin në sy. Pse nuk takohet unë në rashe ndohë, pra dhe ne ju thamë kështu në rashe ndohë që kushdo që i nemon këti me vazhdu për mua janë në gjenë trushit e Serbish. Pse nuk u takuat asnjëherë ju si lider të opozitës së djeshme? Ne i kemi vështirësitë tona, unë jem duke bo kujdes që kjo të vazhdon projekti yni përbashkët, unë kam besim që do të ndohë qeveria opozitës, nëse dështon Kurti në 15 ditën e tij, do të ndohë qeveria opozitës. Ku janë problemet e opozitës sot? Na jemi partitë ndryshme, po në momentin që do të na jepet mundësia me kriju qeverinë, unë jam i bindur që do ta krijojmë. Pra mundi me kriju. Po, gjithsesi. Ama prapë edhe tek ju është e komplikuar situata, pra një këto minoritetet pra janë disa prej tyre që duket shumë tanshëm drejt Kurtit, pra në kuptimin që zoti Kurti ju ka ndihmuar edhe me vota, po nxjerrim shembull zoti Elbert Krasniqi, njëri prej tyre, ose Emilia Regjepi. Ne nuk shohim asnjë problem, nëse dështon Kurti e krijon qeverinë. Nuk shohim asnjë. Ju besoni që e krijoni? Në asnjë problem, gjitha komunitetet nuk kanë qef me shku në zgjedhje, do t'i bashkohen qeverisë opozitës, pa problem. Përfshirë edhe këto që i thash? Po, pa asnjë telash. Elbert Krasniqi... Ata kanë zgjedhje, pastaj ose me mbet në opozitë, ose me shku në zgjedhje, ose me marrë pjesë në pushtet, është punë e zgjidhur ajo. Por nuk ka telashe? Na bashkohen. Po telashën më të madhe e keni me nismen? Nisma mundet me... Po thëmë me ironi. Nisma mundet. Do në zemër nga jo që dijune, pra nisma është shumë pro një qeverie të opozitës e djeshme. Ishtë dash me ndihmu këtë koncept e jo me dërgu porosi ndryshe, po... E në gjatë në fund, nëse pra nuk e krijon Kurti, ata janë ndërshardhën në qeverinë e opozitës, për shkak se mandatari ka nevojë për votën e tyre, ai që krijon qeveri, ose koalicioni ka nevojë për votën e tyre, janë të ndërshardhën. Që i bie pra ju menoni që i keni të 11 përfshirë në Nad Rashiqin që mundet me votu? Ai vetë ka deklaru. S'kam problem. Me çfarë do parti. Pra ju jeni 52 me gjithë nismen, që i bie që mund të jetë një qeveri me 63 deputat nesër. Pra minimalisht. E përjashtoni listën serbe? Nuk eftojmë për koalicion qeverishës. Nuk eftoni për koalicion, nëse hapet mundësia për një qeveri. S'kem nevojë, kem numrat, s'kem nevojë. A në që duhet më marrë vesh një qeveri tillë? Shqip është, janë deputet, janë zgjedhur, janë pjesë e krejtë legjislaturës, po nuk planifikojmë koalicion me ta. Shqetësimi i LDK-s ka qenë çka mas një vitit. Pra çka sot një vit kur hapet çështja e presidentit. Njëjta e vlen edhe shka mas një vit edhe nëse qeverinë e krijon Kurti. Po, ajo është çështje e tij. Çka ndodh gjatë këtij viti për Kosovën dhe atëherë. Edhe ajo do të ishte pyetja që duhet më pas na shqetësim. E ku shkojmë atë kohë, shqytojmë bashkë çka do të qofë më e mirë për vend nevojë. Sot shumë kush beson që në fakt nëse s'ka qeveri të Kurtit ka 4 zgjedhje. Ose në fakt është një zëvendës ministër Sallahu, i famshëm për një vaj me tepsi diçka i vetëvendosjes, i cili për çdo natë që të ka një status si mas gjitha gjasa, pra në mendin e tij menon që e kërcënon dikën të opozitës duke i përmend zgjedhjet. Pra dyqysh në kokën e tij kam përshtypjen që ka thonë nëse ja u përmendin zgjedhjet, ta nesër shkojnë edhe votojnë çush i thot Albin Kurti. Po besoj që është marrë me shku në zgjedhje, për shkak se sa kem dalë. Nëse shkojmë zgjedhje prapë, zgjedhjet janë 45 ditë. Nuk ka shumë kohë e humbur, fushata veç 10 ditë. Problemi po është certifikimi i rezultatit, zgjati 60 ditë. Po. Pra më shumë është ajo, edhe kosta ja kuptohet gjitha. Zgjedhjet çdo herë janë opcion, pra janë opcion. Mirë po është mirë me implementu rezultatin e dalur nga këto zgjedhje. Që do nditen si aleanç edhe me shku në zgjedhje jemi në rregull, pra e shohim si opcion, po ne e dim që edhe kur shkojmë zgjedhje, atë rezultat do të më shtin punë. Edhe atë rezultat sa në për këtë neve çdo herë do të më shtin punë si qeveria opozitës, edhe për këtë arsye nuk shohim arsye mos më shtin punë tash rezultatin.
me qeverinë e opozitës, edhe për atë punojmë. Pra dhe një ere i siguroj të gjithë qytetarët e Kosovës që bashkëpunimi me kolegët opozitanë është për interes qeverisë opozitës, po edhe me pakicat, është në interes të qeverisë opozitës, pra nuk ka të bëjë veç me një ditë, ose me grupin, ose me ato, po në interes të qeverisë ardhshme, edhe unë besoj që do ta krijojmë. A ka rrezik që ndonjë prej partive të vëllai të bashkohet lëvizjes ose vendosin në koalicion? Po deri më tash kemi refuzimin që ka bërë LDK-ja. Vërtet nuk është ndoshta as e ndershme me akuzuar as PDK-n as LDK-n, as AK-n që do të shkojnë, po historikisht kemi pozicione të tilla dhe përmenda në fillim të emisionit rastin e Vlanit, ku në fund ka ndodhur koalicioni mes PDK-s dhe LDK-s, edhe pse dukej i pamundur në atë për ata 6 muaj sa pa të zgjat. U tash opozor me folmo për kërkan masaj që në ndodhi me nishën, është shumë problem me fol, po besoj që PDK, LDK dhe AK edhe me variantën e zhjeve pajtojnë. Pra nuk shkojnë me kurti. Nuk shkojnë me kurti, Ja. pra është e pamundur që të ndodhë. A mendon që duhet me pas një marrëveshje partive për zgjedhjet lokale, për dash fakt këto ditë duhet më caktuar data për zgjedhje lokale, nuk di pse s'është caktuar ende. Megjithëse jemi ende mbrana afatit të kushtetues. Besoj që nëse do të krijojë qeveri nacionale nga opozita, atëherë me shpejt do të krijohej një mundësi edhe bashkëpunimit komunal. Nëse s'kem një qeveri nacionale, mund të ndodhë një marrëveshje individuale, po nuk besoj që do të ketë një marrëveshje nacionale sa i përket zgjedhjeve komunale. Mes opozitës për mbështetje të ndërsjellë. E fundit, që isha presidentin e ashëm, pra mendon që do të qenë një figurë partijake ose politike e fortë, po themi, apo mendon që varianti është duhet më zgjedh dikush sa për të përfaqësuar vendin në këtë fazë ku çdo kush, pra fakt polarizimi është i skajshëm. Mirë është me buru nga procesi politik, pra me qenë politik, me buru nga procesi politik, për shkak se funksionet e presidentit janë politike, pra janë shumë ndihshme. Edhe mirë është dikush që është nga jeta politike, që buron nga procesi politik, për shkak se përgjegjësitë janë ndihshme. Ju për vete nuk keni nuk kom në një kandidaturë, pra me këtë zdat që kem dalë, nuk asnjë kusht, asnjë kërkesë. Përfshirë as për veten. Jo. Tapur për nuk vetë ofroheni, po themi. Jo. Zotëri Haradinaj, ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Po ashtu, faleminderit Leo. Faleminderit shumë. Shikues dhe rum, ishim me kryetarin e Aleancës për Rëndërinë e Kosovës, zotërin Ramush Haradinaj.